kjo është njëri prej fryteve që i ka mbështetja tek Allahu i lartësuar. Pra, përveç që është preventiv, për të mos rënë në këtë lloj situate, në këtë lloj gjendje, e cila mund t'i ndodhë secilit, pra secili mund të ballafaqohet në rrethana të ndryshme të jetës, për shkak të mungesës vetdijes fetare, për shkak të mungesës edukimit fetar, pastaj ballafaqohet për shkak të mosnjohjes së Zotit, ashtu siç është, pra cilësive të tij të plota, për shkak të mosnjohjes porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se si duhet menaxhuar situata të ndryshme, krize, në për cilat secili njeri do të kalojë dhe do të sprovohet patjetër. Mirpo ai i cili është i mbështetur tek Allahu i lartësuar e ka një lloj preventive për mos të rënë në këtë gjendje. Nëse bjerë, padyshim që kura është prapë tek mbështetja tek Allahu i lartësuar, meqense nëse njeriu pra e kupton drejt, e kupton ashtu siç e kupton zogu, pra i bëhet instinkt mbështetja tek Allahu i lartësuar, jo thjesht vetëm njohuri, atëherë edhe në situata më të rënduara do të thotë elhamdulillah, Allahu është urti ploti, e ka caktuar këtë gjë për mua, sigurisht do të jetë në të mirën time nëse unë jam falendërues ndaj Allahut të Madhëruar. E kujtojmë këtu hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur flet për besimtarin dhe thotë që çështja e tij gjithmonë është hajër, gjithmonë është mirë. Qoftë në fatkeqësi edhe qoftë në mirësi. Thotë në fatkeqësi bën sabër, duron, rrjedhimisht shpërblehet. Në mirësi apo në kënaqësi e falenderon Allahun, është mirënjohës për këto të mira që i ka dhënë apo begati, pra gjatë begatimit, atëherë shpërblehet pra për edhe duke i shfrytzuar ato begatit, mirë po njëkohësisht edhe për mirënjohjen e tij që ja shpreh pra Allahu të lartësuar.